Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miqtë mi, aku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të komentuar ngjarjet në fermën VIP2. Alba Pollozhani, një nga protagonistet më të zëshme dhe me një strategji të lojës më të fortë aty brenda, ka vendosur që ditën e nesërme të largohet nga ferma VIP. Të paktën këtë bisedë Alba e bën themelimin pas një debati shumë të madh që kanë patur me Big Mamën, ku Big Mama nuk u përmbajt dot edhe doli kritësisht nga vetja duke denigruar personalitetin dhe familjen e Albës. Po si rodhi debati? Alba që kur erdhi në kuzhinë, teksa të gjithë banorët ishin duke ngrënë bukë, do me thënë Big Mama nuk është se e ngacmoi, nuk është se i foli ndonjë gjë, erdhi Alba shumë e acaruar, ku sipas të Albës, ku më pas Elinara dhe Randi munduan që t'ia tërheqin Albës vëmendjen për kulturën e keqe që apo shprehën brenda këtij formatit, sipas të Albës, banorët kishin provokuar duke i hequr karigen nga tavolina e bukës që dën kuptonin që dëshironin t'ia zënë vendin në shtëpinë e fermës, por ajo është Alba Pollozhani dhe askush nuk mund t'ia zërë vendin. Dhe aty Big Mama mori pjatën me orisë që kishte gatuar Nuri, edhe doli nga pjesa e tavolinës të bukës, doli në pjesën e jashtme duke bërtitur, duke ofenduar, duke i thënë gjubre edhe mërsh, që nënkupton, i tha Big Mama Albës shumë bukur, i tha ti e din gjuhën maqedone, çdo me thënë gjubre. Gjubre në gjuhën maqedone do të thotë mbeturin. Do me thënë një lloj mbeturine shumë pa klasë, si të ta shpjegoj, një lloj mbeturine shumë një nga mbeturinat më pa autoritet, le të themi kështu, më e keqja mbeturinë që mund të jetë është gjubre, se nuk e di edhe unë si ta shpjegoj fiks në një definicion shqip këtë pjesën e gjubres. Ja tha Big Mama Albës, do me thënë gjubre, po t'i thuash dikujt në Maqedoni është një super ofendim i madh për atë, për personalitetin e saj. Më pas i tha që ty të kanë kapur gjithë Haraqina me radhë. Tash kjo Haraqina, për ato që nuk e njohin, është vendi ku ka lindur Vedati. Ish i dashuri, le të themi, i Albës. Vedat Sulejmani, i njohur për publikun shqiptar, ish konkurenti për Puthen. Do me thënë Haraqina është ky vend, që t'ju shpjegoj me detaje për ato të cilët janë pak konfuz, sepse e pash që edhe Elinara edhe Randi nuk e dinin për çfarë flasin, ku kanë dalë, dhe Elinara i tha Randi që pastrojnë gjërat e veta, tha ato të dyja, sepse nuk e kuptonin dot se çfarë po ndodh. Debati ishte shumë i ashpër, në disa herë Nuri u afrua pranë Albës edhe Big Mamës sepse filluan të afrohen dhe të ngjiten shumë pranë njëra tjetrës, do me thënë frika ishte e madhe që mos e godasin njëra tjetrën. Siç e shikoja Alba këtë gjë dëshironte ta arrijë, por unë gjithmonë jam tek fakti që Big Mama ka treguar në reality show që është natyrë e vërtet. Është Big Mama, është e sinqertë dhe Big Mama nuk e toleron dot në asnjë mënyrë padrejtësinë dhe në këtë rast nuk e toleronte dot në asnjë mënyrë padrejtësinë që bëri Alba, se realisht banorët nuk është se i bën ndonjë gjë. Fermerët nuk i bën fare asnjë gjë. Thjesht ishin duke ngrënë bukë dhe dikush me gabim mund ta kishte lëvizur karigen e Albës prej aty dhe nuk është ndonjë gjë e madhe, por Alba e mori për faktin që 2 herë ma keni lëvizur karigen dhe mundoheni të denigroni imazhin tim. Ku më pas në këtë debat u përfshi edhe Elinara duke i thënë Alba pse e bën këtë gjën, gjatë gjithë kohës sepse Big Mama arriti që ta pështy në fytyrë, do me thënë e ofendoi pafund, i tha që ti si vajzë mundohesh në disa të herë që ne të na e prishësh edhe bukën, nuk e respekt për familjen tënde, vllau jot nuk të sjellën rroba sepse ty të kanë hequr krejtësisht nga tefteri i shtëpisë, edhe pse nuk ka në fakt asnjë lloj reagimi, po shoh edhe në ferma klap nuk ka asnjë lloj reagimi nga ana e familjarëve të Albës, qoftë për marrëdhënien e saj me Limin, qoftë për natyrën se si Alba ka filluar të qaset dhe po qaset brenda në fermë me gjëra të këtilla. Gjithsesi, domethënë është një situatë tepër e fortë, është një situatë tepër e ngjeshur në fermën VIP. Unë jam munduar që ta përmbledh të gjithën këtë gjën në një përshkrim që t'ua shpjegoj dhe juve më konkretisht se çfarë ka ndodhur, sepse pritet që nesër Alba të lërë fermën. Pas një debati të ashpër me Albën, Big Mama duket se nuk është qetësuar ende.
Tensioni mes tyre ka vazhduar edhe jashtë shtëpisë në obor, ku Big Mama është parë duke ngritur zërin dhe duke bërtitur në praninë e fermerëve të tjerë. Zëri i saj ishte aq i lartë dhe i vazhdueshëm sa që është ngjirur krejtësisht. Megjithatë, momenti është shoqëruar edhe me një çast humoristik nga Andueli, i cili duke e parë që Big Mama mezi fliste nisi ta imitonte duke folur me zë të ulët, gjë që shkaktoi të qeshura mes të pranishmëve. Teksa qëndronte me fermerët, Big Mama i është ankuar Frederikut, duke i thënë se nuk mund ta durojë më situatën dhe njerëzit përreth. Gjithashtu ajo i ka kërkuar Nurit të mos e thrasë më për të ngrënë bukë bashk në një tavolinë. Debati dhe tensioni kanë kulmuar me ofendime të rënda drejtuar Albës. Me tone të ashpra, Big Mama ka deklaruar: "Ju flisni më shumë se unë njëherë flas e u bëj mut. Ju gjithë kohën hani mut." Edhe ti i drejtohet Anduelit, edhe ti Elinara, pavarësisht përpjekjes së Anduelit për ta lehtësuar atmosferën me humor, situata ka mbetur e tendosur. Në një moment tjetër, Big Mama ka shkuar aq larg sa të deklarojë se do ta godas Albën me shuplag. Do të thënë, Big Mama tha që do ta rraf Albën. Në kulmin e kësaj atmosfere të ndezur në fermën bëri një zarm nga Gai, i cili sjell një sfidë të re për fermerët. Një sfidë ekuilibrimi. Në zarfin e Agait thuaj se fermerët do të ndaheshin në 2 çifte dhe do të vendoseshin në platforma të vogla, duke mbajtur në një dorë një ananas dhe duke përdorur dorën tjetër për të tentuar që ta rrëzojë ananasin e kundërshtarit. Çiftet e përzgjedhura për sfidën ishin Elinara dhe Alba, Andueli dhe Limi, Esteri Nena, Big Basta Andrea, Big Mama Nuri, Erandi dhe Frederiku. Ndërkohë Ylli si kryefermer kishte detyrën të vëzhgonte sfidën dhe të përcaktonte humbësit, të cilët automatikisht do të shpalleshin të tillë nëse u binte ananasi. Sfida do të zhvilloheshin në një ring të improvizuar me litar dhe gjithçka do të niste me rënien e gongut. Agai kishte paralajmëruar se për humbësit do të vinte më vonë një komunikim i dytë që pritej me ankth nga të gjithë. Ndërkohë që emocionet e sfidës ishin të larta, një tjetër krisje marrëdhëniesh po ndodhte në sfond, raporti mes Nurit edhe Andreas. Pas një debati të fortë që kishin pasur mbrëmjen e kaluar, marrëdhënia e tyre që dikur dukej e afërt kishte pësuar një kthes drastike. Gjatë qëndrimit të saj në shtëpinë e njëshit, ku shoqëronte Ylli në rolin e kryefermerit, Nur ka hapur zemrën dhe ka rrëfyer ndjenjat e saj të zhgënjimit dhe tronditjes përballë një komenti të papritur nga Andrea. Sipas saj, Andrea kishte thënë: "Ju vajzat jeni lecka të limit." Ky koment e kishte goditur rënd emocionalisht Nurën, e cila e ndau shqetësimin me Yllin dhe në një bisedë të sinqertë, Ylli, i habitur dhe i indinjuar nga ajo që dëgjoi, reagoi: "Sa i pa fytyrë." Nuri vijoi rrëfimin. I thash Andreas, shqyqyr se pre e provokimit. Mëtej ajo shprehu zhgënjimin e thellë që ndjente. Nuk e prisja, jam e dëshpëruar nga kjo situatë. Pas kësaj bisede prekse, Ylli u rikthye në detyrën e tij si drejtuesi i fermës, duke zgjuar fermerët që ende po flinin. Megjithatë, sfidat e leadershipit nuk kanë qenë të lehta për të. Në një bisedë tjetër me Elinarën në verandë, Ylli pranoi se po përjetonte vështirësi në mbajtjen e ekuilibrimit në fermë dhe drejtimin e dinamikave mes banorëve. Këto janë ngjarjet në fakt çfarë ka ndodhur. Ylli e ka shumë të vështirë të menaxhoj rolin e tij të kryefermerit me inatin edhe mlefin që është krijuar aty brenda. Alba i dha 1.000 euro Yllit. Alba tha: "Unë kam folur me Again që të t'i lishon në konto lekët." Tani nuk ma merr mendja që Agai u lishon në konto lek banorëve, kryefermerëve, pse Alba po i blen dhe po i shet. Do me thënë, Alba po bën një strategji shumë interesante. Do të shohim a do të del sonte Alba, pasi që sonte kemi edhe prajmin e radhës. Dhe mbi të gjitha pritet të shohim se çfarë vendimi do të merr Agai për Big Mamën, për gjuhën të përdorur që ka përdorur kundër drejt Albës, edhe pse ishte provokuar krejtësisht nga Alba.